Unë pengoj fakti që fole për paturshmërinë, për gjonat materiale, edhe jo për pozitën edhe për udhëheqjen e femnës. Sepse unë u bazova me anë të raportit analizës që e thash, aty thuhet që për shembull paturshmëri kanë në 1% më shumë gratë veçare se sa burrat veçar. Analiza nga kjo analizë u nisë edhe Denis. Nuk përcakton sukses prona. Përkundrazi prona është izolim. Izolim edhe për femnën edhe për meshkujt edhe në përgjithësi. Është mirë me pas. Është mirë me pas sepse na e kena mirë një mentalitet të pronësisë në Kosovë edhe që na ka orë prej fukarallakit se mirë është me konë vizioni këtë ndryshe. Qysh për shembull? Për shembull femnat të Qysh është vizioni i Shkelzenit këtë rast? Po tash që kena një orë kohë edhe kena me spjegu kada ka dorë këtë punë. Po thuhet që pronën mos me pa. Mas pore ju faleminderit që gjenda në mesin e 4 femnave, edhe unë jam absolut, nuk jam i përshtatshëm për këtë debat, për arsye se konkurenca jam është e dobët, se nuk ka meshkuj, debati jam është me meshkuj, jo me femna, se pasunia ma e modhe e këtij vendit edhe njerëzit që duhet na mi vlerësu mas shumti edhe me pas në nivelin pjedistal është femna, edhe gjithë shka në këtë jetë i takon femnës, edhe na jetojna për femna, edhe kena orët për femnës, edhe femnat në Kosovë janë femnat më të suksesshme, edhe në rajon, edhe në vendet tjera, edhe shëqyrë zotit që i kena femnat, edhe kada ka dole kanë me morë, me udhëheq këtë vend, edhe këtë shoqëni, edhe me largu prej dorës të moshkujt, e thamë, me plot përgjithësi. Shkelzen? Tash, pse, nashta pe bojmë kada ka dole, një debat në pak më të qetë, edhe mos mi thonu në kejtë në fillim, e nisa debatin edhe ju këndër përgjigja zonjës psikologe, për arsye se vlerat materiale të na edhe pronësore nuk përcaktojnë përparësi, nuk përcaktojnë që një femën nëse ka një pronësit vetën, aja është e pranushme edhe është një hap për para. Unë menoj që femnave pronësi, nashta jo me letra dhe me trashëgimi prindë tonë, nuk i kanë lanë, po... I kanë po vetë. Selishta s'po pajtojt me ty. Zotëri Selishta, pse s'po pajtojt me ty? Unë s'ash kur gjë. Amo, nëse dëmi ngri debat, du të me ndo me faza. Po, me faza, po. Është se dita Selishta, se të lexova me miken. Jo, këtë punë e kam. Se unë, për mua është e pa qartë, nëse flasën si profesionist, na nuk mujmë me thonën veç zedhës e veç bardhë. Se nuk ka mundësi me egzistu, janë fazat, dhe me thonën... Ka dhe zedhë dhe bardha? Ka dhe shumë gjyra të mrena, që lëvizin, edhe... Po gjoma një gjyrë? Ka shumë, edhe parimisht, kështu, ne flasën vazhdimisht këtë luftën, është budallakia ma madhe shekullore që veç të shqiptarët e nxisin luftën edhe urrejtjen mes dy gjinive. Kjo është një indikacion që fushit jashta që si ato të mirë në Kosovës kanë inkorporu këtë filozofinë që me nxit një urrejtje mes gjinive.